إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Allahun e falenderojmë për madhërisë e tij, për kulemi dhe dorëzohemi. Nga ai falje ndihëm dhe mbështetje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, bekimi dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. O ju besimtar, keni frikë Zotin xhaleshanuhu dhe kryeni obligimet e tij, keni frikë Zotin xhaleshanuhu dhe braktisni ndalesat e tij, e kështu jetoni si musliman deri në vdekje. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, jemi duke folur që dy hutbe në lidhje me dispozitën e martesës, nxitja për të martuar, e kemi kuptuar mirësitë të cilat i ka martesa, dobitë e saj e kështu të me radhë. Në hutben e kaluar kemi folur se cila është zgjedhja më e mirë që duhet ta bëjë djali apo vajza para se ta marrin vendimin për të martuar. Kënd duhet ta zgjedhin? Dhe kemi përmendur duke u bazuar në fjalët e Muhamedit alayhi salatu wasalam se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka qenë shumë i kujdesshëm të na udhëzojë neve, të na sugjerojë neve, të na inkurajojë që ta zgjedhim atë vajzë e cila anon aspekti fetar më shumë se sa ana materiale dhe ana bukurisë, e po ashtu edhe tek djali që është një djalë i devotshëm dhe një djalë i cili ka moral të mirë. Andaj kemi kuptuar se feja gjithmonë i jep e përsi asaj e cila është fisnike dhe asaj e cila shpije në jetë gjatësi, para se asaj e cila është shkurtpamse për thjesht që njeriu të mashtrohet me statusin e saj apo me bukurinë e saj e kështu me radhë. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot edhe pse kum pas plan që të flas më shumë në lidhje me këtë temë, mirë po me shpresë të mos zgjatet, edhe janë ankuar disa të martuar duke thënë se na ka anashkaluar. Mirë po ju përgëzoj se shariati i Zotit xhaleshanu shumë i madh, është shumë i gjonë dhe ka bos zgjidhje edhe për ata të cilët janë të martuar. Edhe diçka që është një lajm i mirë është se gjatë kësaj jave elhamdullah për Zotin xhaleshanuhu i kemi pas dy fejesa, dhash Zoti xhaleshanu që të shtohen sa më shumë, e dhash Zoti xhaleshanu që t'i begatoj të rit dhe të reja tona, e dhash Allahu subhanahu wa taala që të vetëdijsohen dhe ta kryejnë këtë obligim të jetës së tyre sa më mirë, sa më shpejt dhe sa më parë, dhe që të jenë njerëz besimtar aktiv në shoqërinë tonë, duke qenë ata të cilët vazhdimisht i praktikojnë ligjet e Zotit xhaleshanuhu dhe duke u martuar e bëjmë një shoqëni produktive, duke u martuar pastaj duke shtuar fëmijë dhe kështu me lejen e Zotit xhaleshanuhu e garantojmë një të ardhme të mirë të vendit dhe të shoqërisë tonë. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi tek pra sot do ta përfundojmë këtë temë. Pasi që një djalë ka vendosur që të martohet me një vajzë, apo pasi që një vajzë ka vendosur që të martohet me një djalë, andaj themi se mënyra se si e organizon fejesën apo martesën janë çështje teknike të cilat kanë të bëjnë më shumë me traditën e një familje apo me traditën e një komuniteti të caktuar, ose me traditën e një qyteti të caktuar. E që kur jemi tek traditat, vëllezër dhe motra besimtar, duhet ta kemi të qartë se çdo traditë e cila nuk vjen ndesh me parimet e fesë, është mirë që të ruhet, është mirë që të zbatohet dhe është mirë që të praktikohet.
Ndërsa ato tradita të cilat vinë në kundërshtim me qëllimet e fesë, atëherë ato tradita, domethënë, nuk duhet të përfilen. Me qëllim që lidhja e djalit me vajzën të jetë lidhje e halalit dhe të jetë lidhje legjitime, pra me qëllim që të bëhet halal dhe të bëhet e lejushme, ndaj asaj që është jo halal, pra është haram dhe është ndaluar, atëherë themi se e ndan një vijë shumë e hollë. Andaj për këtë arsye, me qëllim që djali dhe vajza ta kenë lidhjen e tyre halal, pra ta kenë legjitime, duhet ta kuptojmë se kjo lidhje i ka disa kushte. E ndër kushtet që e bën lidhjen e martesës, pra halal, e bën të legjitimshme, janë këto siç do t'i cekim më poshtë. E para, duhet me qenë pëlqimi i dy anshëm. Domethënë duhet martesa me ndodh me vullnet të lirë, me vullnet të plot. Nuk ka të drejtë askush t'ja imponoj vajzës që të martohet me zor. Dhe kjo është ndaluar. Pra nëse një vajzë martohet si pasojë e presionit që ja kanë bërë familja apo rrethi, atëherë themi se kjo martesë nuk është e legjitimshme. Andaj mund të themi se edhe nuk është ndoshta halal. Andaj duhet me qenë pëlqimi i dy anshëm nga djali edhe nga vajza. Kushti i dytë vllazën, duhet me qenë miratimi i kujdestarit të vajzës. Duhet me qenë miratimi i kujdestarit të vajzës. E kujdestari i vajzës mundet me qenë prindi i saj, mundet me qenë gjyshi i saj, vllau i saj, apo nëse nuk janë këta, atëherë patjetër vajza duhet me pas një kujdestar, qoftë edhe nëse është personi fizik, siç janë, domethënë personi juridik, siç është gjykatësi, apo siç është kadeu, apo siç është personat zyrtar, të cilët janë të autorizuar, apo ndonjë imam e kështu me radhë. Andaj patjetër vajza duhet me pas një kujdestar që e jep pëlqimin për martesën e saj, me kusht nëse vajza pra është beqaresh. Ndërsa nëse është e vej, apo nëse është e divorcuar, apo nëse i ka vdekur burri, kështu me radhë, atëherë ka të drejtë gruaja që ta martoj, domethënë veten edhe pa pëlqimin e kujdestarit të saj. Kushti i tretë vllazën dhe motra që duhet ta kemi parasysh, nuk duhet të ketë ndonjë pengesë që pengon lidhjen e martesës së këtyre dy të rive. E cilat janë pengesat? Për shembull, nuk kemi të drejtë ta martojmë një grua e cila është e martuar. Nuk kemi të drejtë të martohemi me një grua e cila është në ciklin menstrual, apo është shtatzan me një burr paraprak për shembull. Nuk kemi të drejtë të martohemi me atë grua që kemi lidhje gjaku, lidhje çushti apo lidhje miqësie. Nuk kemi të drejtë të martohemi për shembull me vajzën, me motrën, me vajzën e vllaut, e kështu me radhë. Janë këto çështje të cilat i sqarojnë, domethënë i sqarojnë rregullat fetare. Pra nuk duhet me pas ndonjë pengesë që pengon, domethënë atë vajzë apo atë grua që ta lidh një martesë të re. Dhe e katërta, prej kushteve të martesës, me qëllim që martesa me qenë legjitime, duhet patjetër me ndodh akti i martesës apo kontrata martesës në prezencën e dëshmitarëve. Patjetër domethënë duhet me qenë dy dëshmitar. Pra nëse janë parasysh këto katër kushte, atëherë themi se kjo është martesë e halalit. Pra kjo është martesë legjitime fetare. Dhe pastaj ka të drejtë që të vetmohet djali me vajzën. Para këtyre katër kushteve nuk ka të drejtë, domethënë që të vetmohet djali me vajzën, dhe themi se këto pra e bën një lidhje halal dhe mos ekzistenca e këtyre apo njëra prej tyreve e bën domethënë atë lidhje që është ndaluar dhe është haram. Gjithashtu të ndërllazën dhe motra, duhet çdo i ri me pas parasysh se janë disa dispozita fetare që pastaj këto e plotsojnë edhe më shumë martesën, edhe bën një lidhje shumë stabile dhe bën një lidhje domethënë të qëndrueshme, që ulemaja apo fukahaja e përmendin si el-huquq wal-wajibat, apo më shumë fokusohen tek obligimet e ndërsjellta apo detyrat të cilat i ka burri ndaj gruas, gruaja ndaj burrit, apo edhe ato obligime të cilat janë obligime reciproke. Pra me qëllim që të kemi gjatësi në lidhjen martesore të një çifti të martuar, shariati ka caktuar disa detyrime për burrin që i ka ndaj gruas dhe ndaj gruas që i ka për burrin edhe disa detyrime të cilat janë të ndërsjellta. Cilat janë detyrimet, pra burrit detyrohet t'i siguroj bashkëshortes apo gruas së tij këto. Nëni e ka për detyrë që t'i siguroj gjithë jetën ushqim.
e ka për detyrë që t'i sigurojë veshëmbathje dhe e ka për detyrë që t'i sigurojë gjithmonë strehim, gjithmonë flasim në bazë të rrethanave dhe në bazë të mundësive dhe në bazë të traditave të një vendi të caktuar. Prej obligimeve apo prej detyrimeve të burrit ndaj gruas së tij është që t'ia caktojë mehrin. Pra mehri është një obligim financiar që ka për detyrë burri t'ia jap bashkëshortes së tij. Pra shumë në vlera apo në diçka të patundshme apo diçka që është para, ari apo diçka që ka vlerë. Dhe prej detyrimeve të burrit ndaj gruas së tij është që ta trajtoj me një sjellje shumë të mirë, me një sjellje të mëshirës, të dashurisë, të butësisë, dhe kjo duhet të vazhdoj gjithë jetën sa ata janë së bashku. Pastaj i kemi detyrimet e gruas ndaj bashkëshortit të saj. Prej detyrimeve të gruas ndaj bashkëshortit të saj është që t'i bindet gjithmonë burrit në gjërat të cilat janë të lejuara. Pra bashkëshortja e ka obligim që t'i bindet burrit të saj për gjërat të cilat janë të lejuara. Është një parim fetar që ne këto duhet ta dimë që të gjithë. La ta'ata li makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Nuk respektohet krijesa nëse urdhri i krijesës vjen në kundërshtim me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Pra nëse burri e këshillon gruan për diçka, nëse i thet me kry një punë, me bë diçka, gruaja ka obligim min dëgju, nëse çaja puna që e ka obligu, domethënë nuk është ndaluar fetarisht. Andaj e ka për detyrë që ta respektoj dhe që ta ndëgjoj bashkëshortin e saj. Gjithashtu prej detyrimeve të gruas ndaj burrit të saj është që t'ia ruaj shtëpinë e tij, ose ta ruaj rregullat e familjes së tij. Për shembull, nuk i lejohet me marrë një veprim serioz që ka të bëjë me familjen, që ka të bëjë me të ardhmen e familjes, pa pëlqimin dhe pa miratimin e burrit të saj. Nuk lejohet me dal, nuk lejohet me lëviz pa pëlqimin e burrit, kuptohet në ato lëvizjet të cilat janë të nivelit serioz. Ndërsa lëvizjet të cilat janë të rëndomta, lëvizjet të cilat janë të njohura, atëherë nuk ka nevojë për çdo çështje, domethënë që të konsultohet burri. A kemi të qartë? Edhe e treta është gruaja e ka për detyrë që t'ia ruaj bashkëshortit të saj, t'ia ruaj fshëtësitë e tij dhe fshëtësitë e familjes së tij, që kanë të bëjnë me çështjen e shëndetit, që kanë të bëjnë me çështjen e pasurisë, që kanë të bëjnë me çështjen e moralit e kështu me radhë. Andaj këto janë detyrat të cilat bashkëshortja i ka ndaj burrit të saj. Dhe jemi tek niveli i tretë, cilat janë detyrimet e përbashkëta midis bashkëshortëve. Me qëllim që të jetë një bashkëjetesë e gjatë dhe të jenë në pafundësi, andaj duhet të ketë respekt të ndërsjellët, e respekti ndërsjellët vllazën dhe motra kuptojeni se ndërtohet në bazë të mëshirës dhe në bazë të dashurisë, ashtu siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Rum, wa min ayati an khalaqa lakum azwajan litaskunu ilayha. Thot prej shenjave të Zotit xhaleshanu është se Allahu ka bërë bashkëshorte që ju ta gjeni qetësinë te këto. Dhe pastaj ajeti është wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Thot dhe Allahu ka bërë mes jush që të keni mëshirë dhe që të keni dashuri të ndërsjellë. Andaj kjo mëshira dhe dashuria reciproke duhet me ekzistuar gjatë gjithë jetës. Dhe e dyta është që në mënyrë paralele apo së bashku të kujdesen që secili prej bashkëshortëve ta jep kontributin për ndërtimin e një familje të shëndosh, e që këtu kemi të bëjmë pastaj nëse Zoti xhaleshanu të ka nderuar me fëmijë, nëse Zoti të ka gëzuar me fëmijë, nëse Allahu të ka jap dhuratë, andaj së bashku duhet që ti edukoni fëmijët në frymën islame, në frymën e Zotit xhaleshanu dhe në traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, kisha këshillu, kisha porositur, përderisa nëse dikush don më marr, don më pajis me lejen e kerrit për shembull, patjetër duhet më shku në autoshkollë edhe me ndjek një kurs të caktuar. Duhet para instruktorit me mësu çu pozitet kerri, duhet me mësu rregulla e komunikacionit, andaj ja vlen që çdo djalë i ri dhe çdo vajzë e re, para se mi marr vendimin e martesës, spaku duhet me ditë disa rregullat e martesës. Duhet mu pajis me kulturë të përgjithshëm që kemi të bëjmë me menaxhimin e familjes.
për shkak se është një çështje madhore. Është një çështje e cila ka të bëjë me jetën tonë, ka të bëjë me adhurimet tona dhe ka të bëjë me të ardhmen e fëmijëve tonë. Andaj duhet të jemi shumë të matër, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Dëgjoni se çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni se çka ka thënë Allahu te barekuhu teala. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Thot jetoni me bashkëshortet tuaja bil ma'ruf. El ma'ruf do të thot me mirësi. Pra jetoni me mirësi. Fa in karihtumuhunna shay'an. Nëse ju vreni diçka jo të këndshme dhe jo të mirë në sjelljet e bashkëshortes suaj, apo në të kundërtën, nëse gruaja e shën një ves jo të mirë tek bashkëshorti i saj, fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Ndodh që juve të mos ju pëlqen një ves i burrit apo të mos ju pëlqen një ves i gruas. Mirë po Allahu subhanahu wa taala tek bashkëshortja juaj dhe tek bashkëshorti yt ka bërë shumë gjëra të cilat janë të mira. Andaj vëllezër dhe motra, nuk prishet lidhja martësore për shkak të një sjellje, për shkak të një gabimi, për shkak të disa gjesteve të cilat i bën njëri prej partnerëve, për shkak se lidhja është shumë e madhe se sa kjo. Andaj, me qëllim që ta kemi një jetë stabile, me qëllim që ta kemi një jetë plot harmoni, plot dashuri, plot vullnet, plot entuziazëm dhe plot mirësi, patjetër ulemaja që kanë folë për këtë temë i kanë përmend dy komponente. Thet me qëllim që jeta bashkëshortore të zgjatë deri në pafundësi, atëherë duhet të ketë respekt ndaj njëri tjetrit. Duhet të respektohet gruaja, duhet të respektohet burri, duhet të pas respekt ndërsjellë. Edhe e dyta, komponenti i dytë, duhet at-taghaful. Taghaful dietarët e kanë për qëllim që duhet shumë gjëra me anashkalu. Mes më marrë me disa detaje, mes më marrë me disa çështje të imta, mes më marrë me disa çështje të vogla. Përmendet një rast, janë kënë dy shokë. Edhe njëri prej tyre është martu me një vajzë që e ka njohur një kohë gjatë. Edhe pasave ky shoku e ka pyet këtë vllahun e vet, këtë shokun e vet. Thotë çu i punë me gruan, çu ka shkon, jo, thotë jemi nda me gruan. Thotë pse? Thotë për shkak se një ditë s'm ka qit kryp e nxjellt mjaftueshëm, thotë edhe na nda. Thotë çyrlla, thotë për pak kryp thotë e prishet thotë martesën. Thotë nuk është në pyetje të krypa. Thotë mirë po, thotë gruaja ime më ka anku sa herë. Se thotë unë kum pas një gest jo të mirë. Thotë sa herë që ajo ka bën një xhell, sa herë që ka gatuar diçka, sa herë që ka bën diçka, thotë unë tona herë ju mundu mja krahasu me nonën teme, me motrën teme, me hallat e mia, me tezet e mia. Për shembull, i kum thonë çfarë gjellë e bën nona, çfarë buke, çfarë çysh i bën punë halla, çysh i bën punë motra, të saqë i kum shkaktuar neveria saj. Edhe është drejt plotësisht vajzat apo nuset në këtë aspekt me një veten domethënë shumë në siklet. Andaj nuk është patjetër raportet martësore nuk janë sigurisht rregullat e matematikës vllazën dhe motra. Nuk janë asnjëherë në raportin e krahasimit, për shkak se ajo është personalitet i vet, domethënë ka personalitetin e vet, edhe burri ka personalitetin e vet, duhet me pas përshtatshmëri. Duhet me përshtat burri gruas, gruaja burrit, edhe kështu duhet me ndërtu një jetë plot dashuri, një jetë plot mëshirë dhe një jetë plot begati të shumta të Zotit xhaleshanu. Gruaja mirë është dhuratë e Zotit, burri mirë është dhuratë e Zotit. Andaj këto dhurata duhet mi rujt. Duhet mi konsideru si diçka madhore. La in shakartum la azidannakum. Thot Allahu te barekuhu, nëse ju jeni mirënjohës ndaj Zotit për të mijat që ju ka japën, këtë rast gruaja dhe burri janë prej mirësive më të mëdha, Zoti do t'ju shtojë mirësi të shumta nga ana e tij. Dhash Zoti xhaleshanu që Allahu të na sjell begati në jetën tonë familjare. Zoti xhaleshanu të bëjë që mes bashkëshortëve të ketë dashuri, e të ketë mëshirë, e të ketë mirëkuptim, e që Zoti xhaleshanu t'i begatoj të rit dhe të reja tonë, t'i begatoj të martuarit tonë dhe t'ju jep begati, t'ju jep evlad të hajrit të dobishëm, t'ju jep mirësi të shumta nga Zoti xhaleshanu që mirësi dhe dobi të martesës padyshim se janë të shumta. Mjafton që djalë i ri dhe vajza e re duhet sa më parë ta marrin këtë vendim që është interesi të tyre, është interesi të familjes së tyre, e padyshim se është edhe interes i ummetit i muslimanëve për shkak se na ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, martohuni me ato vajza që ju duan dhe martoni me ato vajza që lindin për shkak se inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah, unë do të mburrna me juve në ditën kur ne do të dalim para Zotit xhaleshanu, alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ma ba'd. Përsëri falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, dërgojmë salavatin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndarshëm, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ne si musliman gjithmonë kemi shembull në çdo aspekt të jetës sonë, kemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet ta dimë se çfarë raporte ka ndërtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me bashkëshortët e tij. Ka qenë me plot kuptimin e fjalës burr shembullor, ka qenë bashkëshort shembullor. Andaj ja vlen që ne ta shfletojmë, që ta lexojmë sa më shumë biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka qenë bujar Resulullah sallallahu alaihi wasallam me bashkëshortët e tij. Sa ju ka dalë në ndihmë bashkëshortëve të tij Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa që e kanë përshkruar gratë e Muhamedit alaihi wasallam, e kanë përshkruar Muhamedit alaihi wasallam dhe kanë thonë kështu, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam është marrë me çështje madhore, ka prit delegacione të ndryshme në xhaminë e tij. Është marrë me fetva, është marrë me probleme sociale, me probleme shoqërore, mirë po thot kur ka hyrë në shtëpi, Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka hezituar që t'i bëj edhe punët e shtëpisë. E shohim se Muhamedi alayhis salam në shtëpi dhe ka gatuar. Ju kanë ndihmuar bashkëshortëve të tij. E shohim se Aisha radhiyallahu ta'ala anha e përmendet edhe e ka qepur teshat Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ky ka qenë pra Resulullah alayhis salam që ka qenë shembull dhe ka qenë modeli më i mirë se si duhet të jetë një burr, se si duhet të jetë një i martuar, se si duhet të jetë një krye familjar. Andaj ky është pra shembulli më mirë që ne muslimanët jemi me fat që e kemi një model e që duhet ta pasojmë. Ne Muhamedit alayhis salam e pasojmë edhe në çështjet e adhurimit, të cilat janë puro adhurim, siç është namazi, zeqati, axhrimi kështu të radhë, mirë po duhet ta pasojmë Resulullahin alayhis salam për shkak se wa fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Thotë në të dërguarin e Allahut e keni shembullin më të mirë për gjithë ata që shpresojnë mu taku me Zotin dhe shpresojnë shpërblim tek ana e Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Andaj është mirë se cili ka qenë raporti Muhamedi alayhis salam me bashkëshortët e tij dhe ulemaja, fuqahat, dietarët kanë ndarë pjesë dhe kanë shkruar libra për këto. Andaj edhe një herë e them, edhe një herë përsëriti se duhet mu pajis me dije të mjaftueshme para se që të futemi në kapitullin e martesës, për shkak se martesa i ka detyrimet e saj, i ka obligimet e saj, dhe kur e di më mirë, atëherë me lejen e Zotit xhallashanuhu do ta ndërtojmë një të ardhme shumë të bereqetshme, do ta ndërtojmë një të ardhme shumë të mirë dhe Zoti xhallashanuhu padyshim se do të jep bereqet dhe do të jep mirësi të shumta. Edhe ne lut Zotin xhallashanuhu që Allahu të na lehtësoj jetën tonë. Zoti xhallashanuhu na mundson që ta kuptojmë të vërtetën si të tillë dhe të jemi pasues të saj. E ta kuptojmë lajthitjen të vimit si të tillë dhe të jemi shumë larg saj. E lut Zotin xhallashanuhu që Allahu t'ju lehtësoj të rive dhe të rejave që sa më shpejt të martohen, që Allahu t'i gëzoj që t'i zgjedhin partnerët e përshtatshëm. Ashtu siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur është lut për dikën duke thënë e lut Zotin xhallashanuhu që Allahu të bashkoj me një vajzë idha nadharta asarratka. Thot kur ta sheh atë të kënaq, të gëzon, të disponon. Kur ti thu diçka të ndëgjon dhe kur je larg saj ti ruan sekretet dhe ti ruan fshehtësitë tuaja. Zoti u lehtësoft të gjithëve dhe Zoti dhash që ta ruan shoqërinë tonë prej formave të devijimit, prej formave të prishjes, çthurrjes dhe dhash Zoti xhallashanuhu na jep bereqet, begati në familjet dhe në fëmijët tanë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة